i përket shëndetësisë, mendoj që shëndetësia në Kosovë është degraduar në mas të madhe, është degraduar deri në atë nivel sa nuk është në besimi që e kemi pas dikur në sistemin e shëndetësor të Kosovës. Mendoj që këtu duhet bëhet investimi mirëfillt, qoftë me rritjen e pagave të mjekëve, qoftë me sjelljen e kuadrove të reja. Gjithashtu mendoj që është prioritare funksionalizimi i ligjit për sigurimet shëndetësore. Neve akoma, nuk kemi një ligj funksional për sigurimet shëndetësore, sepse ligji ka kalu në kuvend edhe 2007 edhe 2014. Mungon ligji për shërbime shëndetësore, bashkë me të edhe fondi i sigurimeve shëndetësore, i cili është vetëm parcial, nuk është i plot, ai duhet plotësohet, ani pse i ka të lashtë dhe mangësitë e veta sikur papunësia, njerëz që nuk mund të kontribuojnë në fond për sigurimet shëndetësore ose punësimi jo formale të tjera. Pastaj mendoj që është domosdoshme që të bëhet digitalizimi i shërbimeve mjekësore. Që pacientët mos të kenë nevojë ta kenë një krah letra ku shkojnë prej një klinikës në klinikën tjetër, mirë por nëse digitalizohen gjitha shërbimet me një kartel, mjekët mund të kenë qasje në gjithë dosjen klinike të pacientit. Bashkë me të mendoj që duhet të digitalizohet edhe pjesa analizave, kur bën analizat në formë online të shkojnë me njëherë mjekut për pacientin specifik. Përpos kësaj mendoj që Prishtina pak është ngulfatur në aspektin shëndetësor, gjithë shumica e fushave që janë shumë të specializuara dhe që janë specifike, janë të koncentruara në QKUK. Mendoj që është i domosdoshëm që të bëhet një lloj regionalizimi në spitalet e regioneve të ndryshme të Kosovës që i kemi, dhe në këto spitale të ofrohen kuadro të reja, dhe në këto spitale pastaj të ofrohen edhe shërbimet që janë më specialistike. E bashkë me këtë mendoj që duhet ndërtohet edhe një spital regional i komunës së Prishtinës, që të jetë veç mas QKUK-s. Përpos gjitha këtyre mendoj që ajo që është edhe po aq e rëndësishme është çështja e shëndetit mendor. Fatkeqësisht sot shërbimet e shëndetit mendor janë të mangëta në Kosovë. Shumica e shërbimeve të shëndetit mendor ofrohen nga klinika private, të cilat personat të cilët kanë nevojë për këto shërbime kanë mjaft vështirë të mbulojnë shpenzimet. Është shumë e vështirë qasja në to. Pastaj mendoj që për të lashët të ndryshme neurodegenerative, si për autizmin edhe çrregullime të tjera, është domosdoshme që herët në fëmijë të ofrohet diagnostikim falas, për shkak se sa më herët që identifikohet, aq më herët trajtohet dhe lehtësohet procedura. Pastaj neve kemi kaluar për trauma të shumta, duke përfshirë traumat e luftës, veteranë të luftës. Mendoj që duhet bëhet një lloj skanimi i gjendjes dhe të shihet nëse akoma kemi mbetje të stresit posttraumatik që vjen prej traumave dhe t'i ndihmojmë ata. Bashkë me këto t'i ndihmojmë edhe stresa tjera të marginalizuara, të cilat kanë kaluar nëpër sfida madhore në jetë që kanë prek shëndetin mendor. Mendoj që shëndeti mendor në Kosovë nuk mund të jetë i standarduar mirëfilli para se të krijohet oda psikologëve të Kosovës. Sot jemi gati 3 dekada pas luftës, edhe psikologët akoma nuk e kanë odën e psikologëve dhe është domosdoshme që të formohet oda psikologëve të Kosovës.